Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinë informative 21 drejt për drejt. Për 2 orë, komuniteti i biznesit protestoi në Prishtinë kundër vendimit të zyrës së rregullatorit për energji, që parasheh daljen e bizneseve në tregun e lirë energjetik, vendim që pritet të hyjë në fuqi më 1 qershor. Përfaqësues dhe punëtor të bizneseve cilësuan këtë masë si një goditje të rëndë, duke kërkuar nga institucionet përkatëse që të reflektojnë dhe të mundësojnë një fazë tranzicioni. Në të kundërtën, ata paralajmëruan veprime më të ashpra. Me qindra makineri të bizneseve u vendosën në hyrje dalje të Prishtinës në shenjë proteste kundër vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për dalje në treg të hapur të bizneseve. Në hyrjen nga Veterniku që në orën 10 maunët dhe makineritë e tjera të kompanive biznesore zunë vendet vetëm në 2 korsi të rrugës. Korsitë e tjera u lanë të lira për qarkullim derisa njësitet policore kujdeseshin për mbarvajtjen e trafikut dhe të protestës. Bizneset dhe punëtorët protestues shprehen shqetësimin dhe pagnacitë e tyre ndaj vendimit të ZRE-s që i detyron ata të dalin në treg të lirë energjetik, duke thënë se i njëjti është goditje e madhe për bizneset, pasi nuk mund të përballojnë shtrejtimin e mëtejmë të energjisë. Normal që na dëmton, unë jam shofer, por kjo ndikon për krejt, mas pari për fabrikën, pastaj për kjo shkon zinxhir, deri te konsumatori ma i fundit. Kërkesa tona me liru rrymen, jo me shtrejtuar, se kjo nuk është në rregull. Jemi kompani prodhuese drithnav, nëse bon shtrejtimi i rrymes, duhet me bon shtrejtimin e drithnave. E ndikon edhe tek punëtor. Kjo rrezikon me u mbyll shumë biznese edhe shumë prodhimtari. Përveç Veternikut, destinacioni protestuesve ishin edhe hyrjet nga Fush Kosova, Gjilani dhe Podujeva, ku po ashtu u vendosën makineritë e bizneseve që preken nga vendimi i ZRE-s. Protestuesit thanë se me vendimin e ZRE-s u rrezikohen vendet e tyre të punës. Jam veti 5 jantar, më rreziku vendi i punës, nuk kam tarë në akuzojës, shumë vështirë për mua. Humjet janë dha si për bizneset tonë, për përgjithësi të Kosovës, kjo shkon në dom të në bizneset mëdha. Protestuesit paralajmëruan radikalizim të veprimeve në rast se institucionet përkatëse nuk reflektojnë ndaj kërkesave të tyre për pezullim të vendimit. Çmimet për vjet, gjinja të ikë për këtu, me mujtë edhe tokën s'ja vlon këtyve. Çka nëse nuk ka pezullim të vendimit ose shtypje? Çka ka? 2 bomba, na e këtë komplet, me qeveri me këtë. 2 bomba në tonë dhe hetë. Në tjetër ses në kam metë. Nëse që s'ka efekt, ka me pos protesta, jo veç në Prishtinë, për gjithë kam, këtë Kosovë, këtë duhet me dalë. Protesta, ashtu siç ishte parapar, përfundoi në orën 12 dhe protestuesit u shpërndan në mënyrë të qetë. Vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë, i cili përfshin bizneset që kanë mbi 50 të punësuar ose mbi 10 milion euro qarkullim vjetor, pritet të hyjë në fuqi më 1 qershor mes kundërshtimeve të ashpra të bizneseve. Kryetari i bordit të zyrës së rregullatorit për energji, Ymer Fejzullau, tha se pavarësisht të kundërshtimeve të shumta, përfshirë edhe bllokimin e hyrjeve të kryeqytetit nga bizneset, këtë të njëjtë vendimi për dalje në treg të hapur energjetik hyn në fuqi nga 1 qershor ashtu siç ka qenë planifikuar. Zoti Fejzullau, përshëndetje. Si jeni? Më falja, mundemi një prononcim, ju lutem? Jam Sofia, gazetare për 21-shit. Për çështjen e protestës sot, besoj e keni pa, është mbyll kryeqyteti për 2 orë prej bizneseve në kundërshtim të daljes në treg të lirë. A kemi pas një reflektim prej ZRE-s? Po ZRE-ja ka marrë vendimin, e ka prononcuar, vendimi është publik, raporti ka qenë publik. Kështu që ju lutem ju referoni raportin. Mirë, po i kemi gjithë këto kundërshtime prej bizneseve, prej qytetarëve. Tash e sa kohë kemi pas protesta,
paditë të deponume, kemi pas mbledhje të nënshkrimeve, sot përsëri është proteste Bordi i Zërejës ka bizneseve. shqirtu këtë çështje dhe është vendimi në fuqi ende. Do të thotë nuk do të kemi ndonjë ndryshim lidhur me këto vendime. Tash sipas vendimit të Bordit të Zërejës, ai vendim është ende në fuqi. Pavarësisht krejtësisht në kundërshtimeve, a do të ketë diçka Edhe tjetër? një herë po e përsëris, vendimi është në fuqi dhe data 1 qershor do të jetë data e liberalizimit të ri. A kemi mjaftueshëm kompani të licencuara për daljen në treg të hapur? Sipas raporteve të dërguara nga Zërreja, rrihen rreth 5 kompani që kanë dërguar oferta për bizneset tona. Presim në datën 1 qershor që ky numër të rritet edhe me tutje. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar ndaj protestës së bizneseve për tregun e lirë të energjisë, duke akuzuar Odën Ekonomike për tentim bllokim të rrugëve. Koha e barikadave ka kaluar, tha Kurti, duke theksuar se nuk mund të pengohet një vendim ligjor që është në fuqi që nga viti 2016. Oda Ekonomike e Kosovës, që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Shtyrjen e vendimit po e kërkojnë me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa o shtyr nga viti në vet ky proces. Ajo çfarë Oda Ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin. Por veç se e bart koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Secilës familje dhe mbi 100.000 biznese tjera më të vogla që janë më pak të fuqishme e të zëshme sikurse disa. Për të mbrojtur 1% të ndërmarrjeve më të fuqishme në kurrez të 99%-shit dhe të familjeve anën banë Kosovës, ata po duan që të bëjnë barrikada në hyrjet e Prishtinës. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. Kryeministrit në detyrë Kurti ju kundërpërgjigj kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna, ai tha se Kurti është ai i cili po manipulon. Kryeministri në detyrë Kurti gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë ka thënë që ka kaluar koha e barrikadave. Si e shihni këtë deklaratë e tij? Po nëse ka kaluar koha e barrikadave, e para kjo nuk ka barrikadë, kjo është protestë. Dhe e dyta nëse ka dosh me krahasu me një pjesë tjetër territorit, nuk qëndron se shifët çfarë proteste pasore jemi të bëllë, sa e civilizuar mënyrë institucionale është duke bërë, domethënë shpreha kësaj pakënaqësie. Dhe nëse ka kalu koha e protestave barrikada, atëherë ofroje mundësinë, ofroje zgjedhjen dhe biznesi s'ka nevojë me dal. Shikoni, biznesi sot këto 2 orë, a dini sa humbjet i ka pas që s'kan prodhu ose që nuk kanë qarkulluar, që janë gjithë to mahuna, gjithë ta punëtorë sot këto. Edhe kjo është kosto për biznesin sot. Kryeministri Kurti po ashtu ka thënë që vetëm 1% e bizneseve kanë dalë sot në protestë, derisa ka hedhur nëse mund të themi akuza që Oda Ekonomike po manipulon. Jo, po manipulon kryeministrin këtë rast, se 1300 biznese, të cilat kanë të punësuar 143.000, që i bie në total në 330.000 që i ka të punësuar në sektori privat, këto 1300 kanë 50%. Po ndërkohë si përgjigjeni që vetëm 1% kanë dalë në... Jo, nuk qëndron. Nuk du më shumë deklaratat kryeministrit, nuk du më marrë me kryeministrin, unë jam biznes. Një kërkesë se kam, lejo në fazën e tranzicionit. Pse po lejohet në fakt qarkullimi i automjeteve, është se do të bllokohen tërësisht? Jo tërësisht, për shkak e mjeteve të emergjencës, për shkak defenderit që e kemi, po edhe kjo është dita e parë së protestës. Cilat janë kërkesat konkrete, zotëri? Veç një kërkesë është. Na nevojitet një fazë tranzicionit për bizneset me dalë në tregun e lirë. Letë përgatitet tregu dhe letë përgatitet bizneset për me dalë në mënyrë që mos ketë efekt negativ të biznesit të ekonomia e vendit dhe qytetari i Republikës Kosovës, mos ngarkohet me ngarkesa shtesë, me inflacion, me shpenzime tjera. A presni që kjo proteste juaja të ketë efekt dhe të ketë në fakt ndikim tek institucionet përkatëse për reflektimin e tyre? Në fakt nuk ishtë dosh nërë deri të protesta hesh, po thonë nuk është vullnet të dëshirë që pëdojna me bo protest. Ne kemi qënë shtyrë për me bo këtë protest si formë e shprehjes së pakënaqësisë. Shpresojmë që të reflektojnë institucionet tona, zëreja,
mënyrë që mos ketë nevojë për protesta tjera, për shkak se nuk do të ndalet. Ne do të këshilli organizativ biznesit do të ulën, do ta shohin situatën dhe do të vendosin për hapa tjerë. Po çka nëse nuk ka reflektim? Vazhdojna me protesta tjera. Në çfarë forme mund të jenë protestat e radhës? Unë nuk më paragjyku çfarë forme, se bizneset e vendosin. Oda ekonomike vetëm shtëpia e biznesit. Bizneset e vendosin, edhe këtë ka vendosur bizneset për me këtë protestë. Qysh tek do të njoftohej me kohë. Edhe Ministria në Detyre Ekonomisë Artane Rizvanolli ka thënë se i kanë ftuar në takim bizneset lidhur me daljen në treg të lirë, por se si pasaj oda ekonomike po bën presion që të mos mbajnë takime por të protestojnë. Rizvanolli ka shtuar se po angazhohen për të adresuar shqetësimet e bizneseve lidhur me daljen në treg të lirë, megjithatë ka theksuar se vendimi hyn në fuqi nga java tjetër. Në këtë takim që e dakorduam dje me odat dhe me bizneset aty, i dërguam ftesat me njëherë, për sot në ora 13, ftesat janë dërguar tek odat, takimi është dakorduar me ta dhe me bizneset, uroj që oda ekonomike e Kosovës ta ketë përcjellur ftesën e dakorduar dje për takimin e sotëm. Në takimin e djeshëm, Kryeministri i Republikës Kosovës për herë të dytë i siguroi bizneset që Qeveria e Republikës së Kosovës do të qëndrojë pranë në secilin hap dhe veçanërisht prodhuesve. Si përgjigje ndaj angazhimit dhe zotimit ton konstruktiv për të gjetur zgjidhjen optimale për bizneset, oda ekonomike duket se kishte një paraplan. Me njëherë, pas takimit të djeshëm dhe pas zotimit të kryeministrit që qeveria do të qëndrojë pranë bizneseve, në media e pam që përfaqësues të odës ekonomike të Kosovës paralajmëruan bllokim të rrugëve magjistrale të Prishtinës. Si është e mundur që dikush që kërkon tranzicion dhe kohë nga ana e institucioneve, të vetmin opsion pa paralajmërim me ka bllokimin e rrugëve paradite e sabotimin e përpjekjeve të sinqerta të institucioneve për ndihmë të bizneseve pasdite. Ne kemi dëgjuar se bizneset kanë presion nga oda ekonomike e Kosovës për të mos marrë pjesë në takime, për të mos nënshkruar oferta me furnizues dhe për të dalur me protesta. Nga ana tjetër edhe disa furnizues kanë thënë se hezitojnë të vinë në takimin e sotëm për shkak se nuk ndjehen mirë në një pozitë të tillë që nga disa biznese dhe nga oda bëhen të ndjehen që duke ardhur në takim dhe duke qenë konstruktiv, po marrin njërën anë e nuk po e marrin anën e luftës politike që ka zgjedhur oda ekonomike dhe disa të tjerë. Besim Allmëtej në këtë temë për të biseduar për protestën e sotme të bizneseve dhe hapat e ardhshëm që do t'i ndërmarrin nëse nuk pezullohet vendimi zërejës për daljen e treg të lirë të energjisë. Flasim tani në studio me Kushtrim Ajvazin nga përfaqësuesit e prodhuesve të Kosovës. Mirë se në studion tonë, zoti Ajvazi. Përshëndetje, mirë se vjetëm. Atëherë, si shkoi sot protesta? Ishte ashtu siç e planifikuat? Ashtu siç e kemi planifikuar, protestë të qetë, protestë plotësisht me vend, jo e dëshiruar nga ne, po sëqërisht nga prodhuesit, sepse jemi nga dita e parë, kemi reflektu, kemi kërku, të ulemi të bisedojmë, të gjejmë zgjidhjen, mos të bim deri te kjo situatë, mirë po ajo që ndodhi, u pa edhe nga mediat, u detyru me dalë në protest, u detyru me ndërprej prodhimin në këtë periudhë dy orëshe, që realisht është edhe kjo një kosto për kompaninë të prodhuese, dhe na dëshirojmë që sa ma shpejt të reflektojnë institucionet e vendi, konkretisht edhe ZRE-ja, këtë vendim të shty deri në kohë të pacaktuar, e cila na jep një hapësirë për zhvillimin e dialogut edhe diskutimeve konkrete për një fazë të tranzicionit, sikur që e kemi përmendë edhe më herët, sepse asnjë nga aktorët nuk jemi të përgatitur në këtë situatë. Nuk jemi as ne bizneset e posaçërisht bizneset prodhuese, nuk janë kanë të gatshme as kompanitë të cilat janë të licencuar për furnizim me energji elektrike, në njëjtën kohë nuk i kanë plotësuar as kriteret as kushtet e informimit nga institucioni i ZRE-s. Ne kemi marrë vetëm një informim publik në fillim të muajit mars se do të dalim në tregun e lirë dhe asnjë informacion se si duhet të aplikojmë më tutje. Realisht, a ka treg të lirë energjetik në Kosovë? Ky ka qenë edhe shqetësimi jonë, them drejtën, nga dita e parë. Na, në momentin që kemi marrë njoftimin nga ZRE-ja, përkundër që ka qenë një njoftim jashtëzakonisht shumë i shkurtër për me dalë në tregun e lirë,
kemi komuniku me ZRE dhe kemi marrë listën e kompanive të cilet janë të licencuar për furnizim e energji elektrike në tregun e lirë, dhe nga këto 19 kompani të licencuar në tregun e lirë, deri ditët e fundit, i vetmi ofertues serioz që na ka dhënë ofertë dhe çmim ka qenë një kompani, e cila është ajo kompani që aktualisht furnizohemi, Kesko. Prandaj ne po furnizon me çmim shumë më të lartë apo jo? Çmimi i furnizimit në bazë të ofertave që kemi pranu është jo i lartë, por shumë fish më i lartë se ajo që e kanë paguar bizneset prodhuese. Mesatarisht bizneset prodhuese në bazë të komunikimeve që kemi pasur na, megavatin e kanë paguar deri në 73 euro, ndërsa ofertat që janë prezantuar nga Kesko e ka arrit deri në 264 euro, 269 euro, varësisht edhe nga konsumi 230 euro, 240 euro. Domthon, nëse krahasojmë me 75 euro ose 73 euro, është spaku një 2 deri në 3 fishim i çmimit të megavatit për energji elektrike. Dhe kjo është një kost të jashtëzakonisht shumë e madhe, sidomos për sektorin prodhues. Kur ne kemi marrë këto dhana, fatkeqësisht këto dhana dhe i kemi marrë me vonesë, sepse përkundër që ne kemi bërë kërkesë në muajin mars që të sigurojmë ofertën për çmimet që cilët do të ballafaqohemi në tregun e lirë me 1 qershor, ofertat i kemi marrë ose çmimet janë bërë të ditura tek në fund të muajit prill, përkatësisht në fillim të muajit maj. Dhe ajo kanë shokuese për neve, për sektorin prodhues, sepse ne parapërsisht e kemi prit një ngritje të çmimit deri në 3-40% maksimumi, mirë po jo edhe në 200%. Jo, minimumi është domethënë çmimi 200% nga ajo çka është prezantuar deri më tani. Por çfarë thonë ato kompani tjera të licencuara? Pse nuk ofrojnë ka kompani të tilla, të jemi të sinqert, të cilat janë të licencuar, sikur që Sharcemi na ka kthy përgjigje dhe thotë unë nuk jam i interesuar për me dalë në tregun, me furnizu klientë të tjerë në tregun e lirë, përveç kompanisë që domon furnizimin që përdor për nevojat veta. Nga Keku kemi marrë përgjigje zyrtare që na ka thënë nuk mundemi mi u furnizu me tregun e lirë, sepse konkret prodhimin e kemi të dedikuar sipas kontratës me Kesko, përkundër që Keku është i licencuar edhe si kompani me furnizim në tregun e lirë. Kemi marrë edhe njoftim nga Nova Energy, e cila na ka njoftuar që deri në fund të vitit nuk ka plane në planin e vet biznesit që të ofertoj për tregun e lirë. Që i bie se pavarësisht që ka kompani tjera të licencuara, sërish mund themi se ka monopol në Prandaj edhe tregun energjetik. Edhe ky është një shqetësim jashtëzakonisht shumë serioz, sepse na po flasim për treg lirë, në ndërkohë kemi vetëm një kompani e cila realisht është ofertuese serioze në këtë rast. Prodhuesit ta bëjmë të qartë, të gjithë janë pro liberalizimit të tregut të energjisë, sepse e kuptojmë që si sot, si nesër, ose pas nesër na do dalmi në tregun e lirë. Ne e kuptojmë shumë mirë që ligji ka hyrë në fuqi në 2016 dhe shtyret që kanë ndodhur janë plotësisht të arsyeshme, edhe na nuk po kërkojmë asgjë më shumë, po kërkojmë që kjo shtyre të arsyetohet, të japmi kontributin tonë edhe ne si kompani prodhuese në kontrastin tonë konkret, po të njëjtën kohë edhe institucionet shtetërore, sepse ekzistojnë mundësi që brenda këtij intervali kohor, sipas kalkulimeve tona, është një kosto jashtëzakonisht shumë e madhe që ndoshta e kalon mbi 15 milionë euro vlerën e kosteve të kompanitë prodhuese që do të afektohen, dhe ky vlerë 15 milionë që është jashtëzakonisht shumë e madhe. Pra, kjo masë është e paraparë me ligjin i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2016. Pse nuk ka pasur përgatitje ndoshta edhe nga bizneset për të pyetur se si do të funksionojë kjo, që në mënyrë që kur të vjen koha e daljes në treg të lirë të mos ballafaqohen me këto probleme me cilat ballafaqohen. Bizneset e kanë ditë që kemi me dalë herë do kur në tregun e lirë. Prandaj edhe ky ka qenë edhe shqetësimi jonë, sepse ZRE-ja ka mundur që këtë njoftim ta bëj vitin e kaluar. Dhe sigurisht që gjitha bizneset ndoshta do të ishin kanë shumë të përgatitura. Dhe çuditërisht ne na del në njoftim në mars, edhe normalisht që është një periudhë jashtëzakonisht shumë e shkurtër. Pse është e shkurtër? Sepse një numër i konsiderueshëm i kontratave sidomos me kompanitë prodhuese të cilat eksportojnë, janë kontrata të mbyllura, të cilat domon çmimin nuk munden me lajmëru ndryshimin e çmimit spaku 13 ditë. Një afat ashtu shkurtër. Është afat jashtëzakonisht shumë i shkurtër. Për më tepër nuk janë pyetje 13 ditë, sepse na çmimin e kemi marrë si çmim valid nga Kesko në muajin mars, në muajin maj, falni. Domethënë që në kupton vetëm 30 ditë përpara ne kemi ditë parafërsisht sa është kostoja. Dhe kostoja sipas dhënave që ne kemi siguruar te kompanitë prodhuese, shpenzimet e energjisë elektrike në totalin e shpenzimeve të këtyre kompanive prodhuese varion varësisht nga lloji veprimtarisë së biznesit. Dhe kjo variancë është nga 10% deri në 30%. Ndërsa
me çmimet e cilat janë ofertu nga Kesko, kjo kosto rritet deri në 150% e ka dhe 200 kusur % vonë. Ka kompani ku shpenzimin e energjisë elektrike ka si shpenzimin e tretë pas lëndës parë dhe punës dhe pagave në kompani, ndërsa rritja e energjisë elektrike që vitin e kaluar e ka paguar ndoshta 400.000 euro, oferta vjetore sipas kalkulimeve në bazë konsumit i ka dalë që çmimi që do të paguaj vetëm për energjinë elektrike do të jetë 1.7 milion euro. Po, dhe ju kërkuat një fazë tranzicioni, kërkuat kohë, sa do të ishte e pranueshme kjo fazë që të pezulloj fillimisht kjo rregullore, ky vendim i zërrejës? Ne kemi thënë fillimisht të kaloj spaku një vit. Mirë po ndoshta nuk është e mundur as edhe një vit. Ne kemi thënë kur të jemi të gatshëm po kalojmë. Po çka po kërkojmë ne? Po ulemi edhe pi vendosmi kriteret edhe po bashkërrugtojmë në këtë tranzicion. E shohmi cilat janë ato kërkesat që kërkohen t'i plotësojnë institucionet shtetërore, edhe na në njëjtën kohë t'i ndihmojmë institucioneve shtetërore edhe vetës duke investuar në energji të ripërtërshme, sepse ka hapësira të tilla që mundën të investojnë bizneset dhe realisht një shpenzim në energjinë elektrike të zëvendësohet me një investim kapital ku të gjithë fitojnë. Si e lexuat deklaratën e kryeministrit Kurti sot në mbledhjen e qeverisë, i cili tha se oda ekonomike po tenton që t'i bllokojë rrugët dhe se siç tha koha e barrikadave ka kaluar? Them drejtën, është një deklaratë që unë nuk kam arrit në me deshifru në mirë, po vetëm e pash në përmedia që u publikua ati për sektorin prodhues, është sinqerisht shumë shqetësuese të krahasohet sektori prodhues me barrikadat të cilat janë vendosur më herët. Nuk dua të flas më shumë për këtë pjesë, sepse nuk dua që sektori prodhues të politizohet, mirë po deklaratat e tilla si bëjnë der as vendit, as prodhuesve, as vetë kryeministrit këtë rast. Edhe një gjë që e tha sot kryeministri, thasin nga vendimi për dalë në treg të hapur, preken 1200 ndërmarrje, pra vetëm 1% siç tha e të gjitha ndërmarrjeve në Kosovë. Po, edhe këtu gjatë takimeve që kemi pas, sepse duhet ta përmendim edhe këtë fakt, këto 1200 ndërmarrje, 1300 ndërmarrje që po detyrohen dalin tregun e lirë, vetëm 300 prej tyre, sipas informatave që ne kemi, e plotësojnë kriterin ligjor. 1000 kompani prej tyre edhe prodhuese detyrohen jashtëligjshëm të dalin në tregun e lirë. Po nëse deshifrojmë tash këtë 1%, sepse po luajmë me lojra statistikore dhe s'është kjo vetëm lojë statistikore. Ky 1% në parim kur të shes si numër duket shumë i vogël. E 99% që si numër e shumë i madh. Po na duhet ta shohim cili është impakti i këtij 1% në ekonominë e vendit tonë. Ky 1% i bizneseve që po përmendet, sipas danave që na kemi arrit me siguru, e përbëjnë rreth 143.000 të punësuar në Kosovë në sektorin privat, e që është rreth 46% e total punësimit në sektorin privat. Ky 1% që po duket i vogël, e përbën rreth mbi 11 miliard qarkullim vjetor në nivel vendi, që përbën mbi 50% e komplet qarkullimit vjetor të komplet qarkullimit të bizneseve në vendin tonë. Ky 1% që duket shumë i vogël, mirë po këtij vendi tonë ja pagun rreth 4.5 milion euro në ditë. Në ditë? Në ditë, nëse i marrëmi të hyrat nga dogana dhe i krahasojmë edhe të hyrat nga administratat e morë. Shteti jonë nga ky 1% që mesatarisht i inkason rreth 4.5 milion euro në baza ditore. Prandaj nuk është i vogël. E ky 4.5 milion euro është rreth 60% e komplet inkasimit ditor që ka shteti në vendin tonë. Domthonë nuk është i vogël si numër, duket i vogël si numër 1%, po efekti në masën e ekonomisë tonë është jashtëzakonisht shumë i madh. Çfarë impakti do të ketë dalja në treg të lirë në këto kushte për kompanitë sa i përket numrit të punësuarve? Do të detyrohen që të reduktojnë numrin e tyre apo jo? Nga dhanat që ne kemi siguru llogarit në ju vetë, çka do të bëjë një kompani e cila ndoshta fitimin vjetor ka pas 400.000 euro, ndërsa vetëm faturën e energjisë elektrike do të detyrohet të paguajë 1.5 milion euro. Çka do të bëjë ajo kompani? A do të mund bjetoj, ndoshta një periudhë shumë të shkurtër, po ajo do të detyrohet ndoshta do të mbyllet, ose të detyrohet të shikojë edhe format e tjera. Pra, po rrezikohet
mbyllja e shumë bizneseve. Është rrezik, edhe këtë rrezik nuk është që propagandoj unë, është rrezik të cilët realisht tash 2 muaj vazhdimisht, kalun gati 3 muaj, vazhdimisht më thojnë çdo ditë prodhuesit vendor në vendin tonë, sepse janë fakte, janë dokumente të cilat munden me u pa dhe mu dokumentu, të cilat realisht ne i kena prezentu edhe gjatë takimeve tona që i kena pas me institucionet e vendit. A ka rrezik që këto biznese të ikin në vendet rajonale, vendet fqinje, nëse nuk arrin që të mbjetojnë në Kosovë? Biznesi gjithmonë tenton me gjetë, ajo është sikur puna ujit, gjithmonë tenton me gjetë atë vijën e vetë. Nuk dëshirojmë me mendu mas pari atë pjesë, sepse 25 vite kemi ba mund e djerës për me ardhë deri ku jemi. Kemi ba mund e djerës që prodhuesi vendor me ardhë me deportu përveç tregun rajonale edhe në tregun e Bashkimit Evropian dhe me gjërë. Dhe nuk është e hishme të mendohet si ajo situatë. Po çka do të rrezikoj kjo? Do të rrezikoj sigurisht domethënë eksportin, sepse një numër i konsiderueshëm i kompanive që eksportojnë nuk do të jenë konkurrente në tregun e jashtëm, përveç asaj nuk do të jenë konkurrente edhe në tregun e brendshëm. Unë pak më parë edhe më herët i kam shikuar disa statistika, sidomos të sektorit të ndërtimit. E marrmi rastin konkret Serbin, që e furnizon një pjesë konsiderueshme të Kosovës me bloka. Kompanitë që të cilat prodhojnë bloka dhe tulla në Kosovë do të jenë jo konkurrente me importin nga Serbia. Me këthy me një shembull shumë thjesht, një blok që në Kosovë sot kushton prodhimi vendor rreth 40 cent, i njëjti çmim është edhe nga importi nga Serbia. Ndërsa kësaj kompanie, këtë rastin konkret, një blok do t'i kushtoj 48 cent, domethënë rreth 8 cent do t'ju rritet kostoja e ati bloku dhe ti do të jesh jo konkurent me vendin tonë dhe rrjedhimisht vlera importeve do të rritet edhe më shumë, përkundër që nëse i shohim dhanat nga dogana, në 4 mujorin e këtij viti eksportet kanë rënë në 6%, ndërkohë importi ka rritje rreth 16%. Këto dhana janë faktike dhe janë reale dhe është shqetësim edhe kjo barë ekstra e liberalizimit të tregut të lirë. Dhe ju si prodhues natyrisht do të ngritni edhe produktet që janë në treg në Kosovë, nëse rritet pra çmimi i energjisë elektrike në atë se si është paralajmëruar. Dhe automatikisht do të ketë ndoshta më pak konsumim nga ana e qytetarëve. Ato kompani të cilat do të mund të mbijetojnë ta ngrisin çmimin, po sigurisht do të detyrohen ta ngrisin çmimin, sepse nuk është vetëm kostoja e energjisë elektrike këtu që do të ndikojë, po do të ketë edhe efekt zinxhiror, sepse me këtë rast do të dalin treg edhe rrjetet zinxhirore të marketeve, që na i plasojnë produktet edhe kostoja atyre në mënyrë indirekte do të shpërndahet një pjesë edhe te prodhuesit përmes kostove operative që i kemi të prezentimi produkteve tona në ato markete dhe një pjesë të qytetarë. Rritja është e pashmangshme. Në situatat të tilla, për kompanitë të cilat do të mund të mbijetojnë nga kjo rritje e çmimeve, rritja e çmimit është e pashmangshme. Do të jenë edhe jo konkurrente edhe me vetë produktet në vendin tonë. Edhe ashtu qytetarët e Kosovës janë duke u ballavaçuar shumë viteve të fundit që nga pandemia me ngritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve, është një paralajmërim që ky trend do të jetë edhe më i madh. Po sigurisht se do të ketë një valë të re të inflacionit, sepse nuk e prek vetëm sektorin prodhues, po i prek gjithë sektorët të cilët do të rritën këto kosto. Dhe kostot operative zakonisht në sektorët e biznesit kryesisht në punë kalkulohen te pjesa e çmimit dhe çmimet e larta konsuma pak më pak parë qytetarë në xhep, ndoshta edhe detyrim edhe nga ikja edhe tentim. Varfrima e madhe dhe tentim i gjetjes në një kushteve më të mira ekonomike, ndoshta edhe largimi nga vendi. Mirë, Ministri i Ekonomisë Artani Rizvanolli tha sot se i ka ftuar përfaqësuesit e bizneseve në një takim, mirë po nuk kanë ardhur për të konsultuar. Pse nuk keni shkuar? Ne kemi qenë në çdo takim deri më sot cilën na ka ftuar. Në çdo takim, bili përkundrazi edhe vetë iniciativë kemi marrë na si sektor prodhues për që të takohemi, të bisedojmë, të sqarohemi me gjenjet, ta kuptojnë se çka ato ndodh në realitet, sepse ne kemi dyshimet tona edhe sot që ata ende nuk e kanë të qartë realitetin me cilin kanë më përballë bizneset, sidomos ato biznese prodhuese. Edhe dje kem qenë prezent në takimin që është mbajtur edhe jemi të gatshëm çfarë do lloj takimi dhe dialogu i cili ka gjëra konkrete për bisedim. Për takimin e sotëm nuk i kemi patë arsyeshme sepse s'ka qenë ndoshta një takim i cili ka pas ndaj fryt përveç atyre takimeve që kemi marrë në të kaluarën. Dhe nëse institucionet nuk reflektojnë, ZRE-ja nuk e pezullon apo tërheq
këtë vendim. Cilat do t'jenë ato veprimet cilat I paralajmërohet si më radikale në ditët e ardhshme? Këshilli organizativ do të takohet ditët e ardhshme dhe do të vendosë se çka do të ndodhë, mirë po edhe do të njoftoni ju sigurisht me kohë, mirë po aja çka është e sigurt, është zëri I prodhuesve, të cilët janë kategorik dhe këmbgulës që nuk do të dorëzohen deri në realizimin e kërkesave tyre. Ata e kanë një kërkesë shumë të qartë, shumë të sinqertë dhe shumë reale, sepse nuk jemi të përgatitur për tregun e lirë. Këto e thojnë të gjithë në heshtje, po në publik nuk e thojnë. Ne pe thojnë publikisht, vazhdojmë ta themi publikisht, sepse funit nëse është me mbrojt prodhimin vendor, e vetëm një formë për mbrojtjen e prodhimit vendor është pezullimi I këtij vendimi dhe menjëherë si kusht, si garanci I pezullimit këtij vendimi, ne jemi të gatshëm si kompani prodhuese që të zotohemi, që të investojmë në projekte të energjisë së ripërtërishme, edhe ajo energji ripërtërishme është edhe në harmoni edhe me strategjinë e vetë energjisë që cilën e kanë miratuar qeveria e kaluar. Mirë, Zoja Ajvazi, le të shpresojmë që do të reflektojnë institucionet përgjegjëse zoreja për të paktën për ta pezulluar për një kohë këtë vendim. Faleminderit që ishit në emisionin së një drejt për drejt. Faleminderit dhe ju. Biseduam me kushtrim Ajvazin nga përfaqësuesi I prodhuesve të Kosovës. Ne do të vazhdojmë tutje deklaratën e kryeministrit Kurti, I cili ka fajsuar rodën ekonomike për nxitje të protestave, e ka komentuar edhe njësi çështjeve të ekonomisë Lulzim Beqiri. Ai tha se deklaratat e tilla lënë të kuptohet se ka një marrëveshje në heshtje mes qeverisë dhe zërrejës. Qeveria ose gjithsesi kryeministri në detyrë, por edhe ministra e ekonomisë në detyrë, po I quan 1% këto, do thot po I cilëson si 1% si bizneset pak knaqura. A janë vërtet kaq pak? Kompanitë prodhuese dhe ato që kanë qarkullim të madh, mijë dhe të milionerë, janë 1% është e vërtet, po ai 1% që përbën rreth 40% qarkullimin në Kosovë dhe përbën rreth 30% e të punësuar në Kosovë, rreth 70.000 të punësuar. Dhe kjo është jashtëzakonisht skandaloze për mendimin tim me cilësu prodhuesin ose kompanitë që kanë qarkullim të madh 1%. Ata janë zemra e ekonomisë të Kosovës, duke mos anashkaluar edhe prodhuesit e vegjël, po njëkohësisht ata që kanë qarkullim të madh, ata bojnë edhe diferencën. Prandaj kjo qasje e institucioneve veç e vërteton faktin që është bën koordinim të heshtur edhe rritja e çmimit të energjisë elektrike, njëkohësisht edhe dalja në tregun e hapur, për faktin që nuk ka një reagim zyrtar përveç deklaratave se do të mbështetet prodhuesi vendor, ende nuk ka një paketë ndihmëse dhe kjo më shqetëson jashtëzakonisht shumë si ekonomist për faktin që biznesi pothuajse veç është plan kollapsit dhe një pjesë e madhe e bizneseve po tentojnë të largohen nga Kosova, duke u bazuar edhe në këtë katrahur që është krijuar qëllimshëm nga zërreja dhe njëkohësisht nga mosmbikëqyrja e institucioneve të shtetit. Protestat dhe barikadat aktuale të bizneseve, kryeministri në detyrë I krahasoi me barikadat në veri. Si po I shihni ju këto deklarata? Faktikisht top prodhuesit ose top këta që qarkullojnë, biznesit që qarkullojnë Kosovë, nuk e përbëjnë ato që tashmë ka një fushat të egër ndaj bizneseve, sidomos ndaj për shembull ndaj devolve. Pjesa më e madhe e bizneseve prodhuese janë edhe qarkulluese janë jashtë atë devolve, po qëllimi është që me degradu biznesin prodhues dhe nuk e di arsyeën pse për faktin që kemi ne import kaq të madh në Kosovë, pothuajse kemi thyer çdo rekord, tashmë biznesi po ballafaqohet edhe me energjinë elektrike që është faktori determinues I kostos së prodhimit. Prandaj nuk ka një krahasim mes barikada në veri, përderisa këto barikada kanë pas qëllimin që me paralizu jetën në ato pjesë komunave, biznesi kosovar po mbron veten, po I mbron punëtor, njëkohësisht edhe po mbron edhe profitin e tyre, sepse rritja kaq e madhe e kostos së prodhimit sigurisht që ka shqetësuar biznesin dhe për këtë arsye I arsyetoi protestat, madje I ftoi që të vazhdojnë protestat për arsye se zërreja ka vendosur që mos të komunikojnë me publikun, mos komunikojnë me biznesin, po kryen vetë të bëj ngritjen e çmimeve dhe kjo ka më determinuar ekonominë e vendit. Domthonë është jashtëzakonisht shqetësuese çysh zërreja po merr barrën e një lloj degradimit të ekonomisë së Kosovës. Lëvizja vetëvendosje ka dështuar edhe në përpjekjen e 23 për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, kandidaten Albulena Agjiu. Shumica e partive parlamentare kanë kritikuar vetëvendosjen për bllokim të konstituimit të kuvendit.
As në tentimin e 23 deputetet e kuvendit nuk kanë arritur të konstituojnë këtë institucion. Lëvizja vetëvendosje dhe këtë të ejtë ka synuar që të formohet një komision për votim të fshehtë, por pa sukses. Nuk kemi quorum, seanca ndërpritet. Pas dështimit e seancës, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ka akuzuar vetëvendosjen e cila sipas tij nuk e ka hallën e formimit të institucioneve e as të lashet të bizneseve, por kalkulimet politike për interesa partijake. Dhe duket se s'ka interesim e as një veprim që do ta nxirrte Kosovën nga situata e rëndë në cilën kjo kryenetësi politike e Zotit Kurti dhe partisë vetëvendosje e ka fut vendin tonë. Shefja e grupit parlamentar të LDK-s Hykmete Bajrami ka shprehur shqetësim për mos konstituimin e kuvendit dhe për protestat e bizneseve si shkak i politikave, siç ka thënë bllokuese të vetëvendosjes. Derisa komuniteti i biznesit, punëdhënësit e 143.000 punëtorëve, mbajtësve të 143.000 familjeve janë detyruar që të bllokojnë të gjitha rrugët e Prishtinës, lëvizja vetëvendosje Parlamentit e Kosovës ja jep për të 23-ën herë pauzën prej 48 orëve. Këtyre kritikave ju përgjigj deputeti i vetëvendosjes Armend Muja. Qëllimet e PDK-s dhe partive opozitare janë që të bllokohet kuvendi me qëllim që të parandalohet formimi i qeverisë Kurti. Udhëheqësi i seancës konstituive Avni Dehari një ditë më parë tha se pa një marrëveshje politike nuk mund të konstituohet kuvendi, por vetëvendosja nuk ka treguar nëse janë drejt një marrëveshje politike me kryetarin e nismes Fatmir Limajin, edhe pse për një gjë të tillë u raportua mbi mundësinë e një bashkëpunimi. Unë nuk kam informacion të tillë sepse nuk jam në këtë grupin ku diskutohen këto vendime. Ndërkohë, kryetari i nismes Fatmir Limaj e ka pranuar se është takuar me deputetin e vetëvendosjes ish kryeparlamentarin Glauko Njufca, por mohoi se ka parafrime për bashkëpunim. Kjo tregon normalitetin në një shoqërie ku drejtuesit politik janë të përgjithshëm dhe takohen me njëri tjetrin, bashkëbisedojnë, s'është me rëndësi pajtohen. Nëse do të ketë apo jo marrëveshje vetëvendosje nisma, ish partneri i koalicionit me Limajin, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ka thënë se nuk ka interes rreth kësaj çështje. Kush me kënd takohet, më tutje është diçka mos i përbën ai lajm. Ditëve të fundit është raportuar edhe për një parafrim të deputetit të PDK-s Nait Hasani me deputetet e vetëvendosjes. Ai para disa dite kishte zhvilluar takim me Albulena Haxhiun, ndërsa gjatë kësaj të ajte pas dështimit e seancës deputeti Hasani është parë së bashku me deputetet e vetëvendosjes Shqipe Selimi dhe Arben Vitia. Por vetë deputeti Hasani e ka pranuar se ka përpjekje nga vetëvendosje që të i bindin për të votuar Albulena Haxhiun dhe për formimin e qeverisë, por ka mohuar se takimet e tilla kanë të bëjnë me kalkulime politike. Ka përpjekje të vetëvendosjes të deputetët me kërku, me mbështet, po jo koalicion. Ka pas të PDK-ja tentim për t'i bindur tek deputetët? Ka pas. Nuk e kam rri. Me na të bind neve që ta votojmë ato. Derisa vazhdojnë përpjekjet për ndonjë marrëveshje politike, vazhdimi i seancës për konstituimin e kuvendit vazhdon pas 48 orësh. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.